Këtë strukturë me disa pajisje moderne për të prodhuar gjithmonë të vetë silsilat. Kantina Arjaniti ka në pronësi të saj rreth 12 hektarë rreshta. Pjesën tjetër të rushit që neve në nevojitet për të plotësuar sasitë tona, neve e përzgjedhim tek fermerët e zonës. Tentojmë shumë këtë varietetet autoktone, që janë sheshi bardh dhe sheshi zi. Fuqia e verës kur është kontrolluar nga vjelja e rushit dhe në momentin e verës së nisjes, në çdo hap. Kantina ka një grup konsulentë që janë enolog italian, janë dy janë profesor në Universitetin e Itali dhe një tjetër është një koleg i jonë. Prodhimin aktualisht e tregtojmë në restorante shqiptare, por edhe eksportojmë sasi në vendet e Bashkimit Evropian, një sasi që kemi siguruar disa kontrata me plotësuar në Amerikë. Gjithë pjesa e enë dhe mbajtës janë të reja, barikët që përdorim për verën superiore janë të reja. Dhe kjo bëhet për qëllimin që të kemi në standardet ndërkombëtare të verës që prodhojmë. Do 2-3 vite që marrim pjesë në panajë të rëndësishme, që është ai që zhvillohet në Itali, dhe kemi 2 vite që marrim pjesë edhe në panajërin Open Balkan. Në 800 verë që janë degustuar, neve me 4 vera që kemi marrë pjesë, në 4 vera kemi marrë 4 medalje. Sepse na inkurajon, sepse nuk është thjesht në 4 produkte që flet marrë 4 çmime, ndërto 2 janë medalje ari, 1 bronzi dhe 1 argjendi.